Dëgjues të Radio Dugagjinit, falenderojmë shumë hoq doktor Shefqet Krasniqin që ka gjetë kohë të jetë pjesë e Radio Dugagjinit, zbardhim shumë të vërteta apo zbutim shumë paragjykime që janë rreth fesë muslimane në Kosovë, rreth trive që pretendojnë të merren me fenë muslimane dhe po friksohen nga veprimet e fundit që po i bëjnë individ të caktuar me shkuarin e tyre apo me pjesëmarrjen e tyre me luftrat jashtë shtetit dhe me paragjykimet që njerëz po i kanë edhe konkretisht me hoq doktor Shefqet Krasniqin si imam i Republikës së Kosovës. Faleminderit shumë hoq që gjetët kohë të jeni pjesë e Radio Dugagjinit. Mirëqesh, faleminderit për ftesë dhe për mundësinë e dhënë mysafiri juaj për pak çaste në vazhdim. Ne biseduam paraprakisht edhe para se të fillojmë realizimin e bisedës, ram në ujdinë se mund të themi që në Kosovë pak a shumë më shumë paragjykohen njerëzit dhe veprimet e njerëzve se sa gjykohen drejt ashtu siç duhet. Është e vërtetë, edhe kemë dhënë shumë. Dhe një prej pikave, çështjeve, të cilat shumë herë ngris, edhe në xhami, edhe në për mezhlise të bime të ndryshme është që të vëdjësojmë popullin ton, shoqërinë ton, që mos paragjykojnë ndaj njerëzve, pavarësisht se kush janë ata. Sepse paragjykimet janë mëkate, ka quajtur Allahu, na ka ndaluar Zoti edhe në Kur'an, po dhe pejgamberi alayhi salam në hadithe të shumta, që mos paragjykojmë. Nga se njeriu për çdo fjalë, veprim të tij do të llogaritet para Zotit. Andaj paragjykimi është një lloj vepre të cilën e bën ai njeri apo fjalët të cilën e flet dhe ai shënohet dhe ruhet, ngritet lart në qiell dhe për të ka me pyet në ditën e gjykimit pse paragjykoj ndaj njerëzve, veçanti kur pas atij paragjykimi mund të mshifet ndonjë dëm për personin e paragjykuar, i shkreti i cili mund të jetë krejtësisht i panjohur, i pa fajshëm, pa farnjohurish, por ja që njerëzit paragjykojnë. Edhe këte në shariat në islam, legislator në islam me quajmë smundje të zemrës. Prej smundjeve të zemrës, është edhe paragjykimi, sepse smundjet ashtu si që janë psiqike dhe fizike, po të trupit, janë edhe smundje shpirtërore apo zemrore. Ne jena mjek të smundjeve të zemrave. Unë nuk jam mjek i smundjeve të trupit, por jam mjek i smundjeve të zemrave, sepse vetë pejgamberi alayhi salam është mjek i zemrave. Ai ka ardhur me i shëru, me i mjeku e zemrat e njerëz. E zemrat e njerëz më qenë të vdekura, më qenë të smuara. Njerëzit, shumë prej tyre zemrat e kanë të smuara, me smundje të ndryshme, si mendje madhësia, zilia, urrejtja, keqadashja, lakmia tepërt, po ndërto edhe paragjykimi. Andaj, si pjesë e misionit ton, mundohemi dhe përpiqemi që të largojmë këtë ves, larg paragjykime, vërtetohu, sigurohu, bindu, e pastaj vepro. Po. Apo veprojnë disa imam të tjerë që t'i bindin të rit apo të punojnë që ata t'i smujnë ndoshta në kokë dhe në zemër, t'i kthejnë në një formë tjetër t'i qasin islamin të marrin pjesë në luftra jashtë vendit. Kam fjalën konkretisht për atë çfarë po ndodh. Po çfarë ndodh në gjatë këtyre ditëve. Tashmë është bërë temë e përditshme thuajse kjo çështje. Paragjykimet dhe akuzat kanë marrë kulminacionin e vet nga njerëz të cilët shumë larg realitetit janë, nga njerëz të cilët mjekeq por nuk marrin vesh në çështjet fetare, nuk janë praktikues dhe nuk e njohin fen, nga njerëz të cilët ndoshta kurrë në jetë nuk kanë prezantuar një të vetme ligjërat të një hoqe. Ndoshta kurrë në jetë nuk kanë prezantuar në një xhumë me falën xhami, apo ndonjë ders tjetër jashtë xhumas, e me kësyrë që për thëtë hoqa. Mos shkon kontekstin e gazetarit, apo mos shkon kontekstin e gjematit, për shko thjesht veç për me kësyrë që ka bëhet në te.
Dhe pastaj, nëse nuk bindesh, nuk mjafton si fakt dhe argument, pa në rrëve dhe gjami, dhe anë në banë qyteteve të Kosovës shka dhe shika se a shpërlajnë hoxhallarët vërtetohu. Ndash edhe në që zëmë tash me telefona, me mjete, me teknik moderne, pa vrejt kërkush, dhe pastaj nalu dhe analiza. Në cilën gjami, në sali gjerata, të këcil të imama, vrejte se ata i ashpërlajnë, apo përpjeqen i ashpërla gjematit, kokën e vetë, trurën e vetë, në kontekst negativ, që potencuat edhe jo, që me i quata, me i bind për me shkue në seri në këtë rast. Nuk besej se kime qitë. Dhe nuk besej që ka pas njerës të tilë të cilët shkrujnë se të marrin lapsin guximin me shkru dhe me fol, dalim që ata që tha më heret në para gjykime, a realitet nuk ta ka asnjë të vetmin fakt. Hoxhallar nuk e kanë mision motër, mja shpërla njerëzve trurin, hoxhallar të kanë mision mja shëru njerëzve trurin, mja mush njerëzve trurin me njohuri të mira, me bindje të shëndosha, mja pasëru njerëzve trurin me vlera të mirëfillta, të cilat e pasërojnë njeriun, e plotësojnë identitetin e njeriut, edhe bëjnë njeriun sa më të plotësuar e më të përkryer, sepse të përkryer plot nuk ka, ajo është punë e kryer, tani jem gabimtar, por sa më të përkryer, më të kompletuar. Kështu që synon Islami. E kjo nuk ka mundësi të bëhet ndryshe, përpas në një qasje të mirëfillt të hoxhallarëve, misionarëve, studiusve të njohur të mirë, e jo sepse dikush mund të marrë ligjërata, tash anën tjetër me 2-3 ditë shkollë, ka lexuar 2-3 libra, por po flas me hoxhallar të licencuar, të diplomuar, të pranuar nga bashkia islame, nuk besoj që kanë mision tjetër asnjëherë. Unë flas me ata që e di, edhe çka mendoj se kështu bëhet në Kosovë, pa dhe vendet e tjera, e çka bëhet. A ka ndonjë individ i veçantë? Nuk ka. A ka ndonjë përjashtim që çdo rregull në këtë dynjë ka dhe përjashtime. Nuk ka mal pa ujë, nuk ka grun pa kokël thot populli. Është normale ajo punë. Sepse ne nuk jemi shoqëri e përsosur dhe nuk jemi hoxhallar të përsosur të pamkate. Ku dimni mund të ketë. A ja vlen me shku në pam edhe në për lajmet e ndryshme që dje ka humbur jetën edhe një tjetër djalë shqiptar në luftën në Siri. Konkretisht, a ja vlen Hoxh Shefqeti u 3 tanë në luftën në Siri? Ne jemi deklaruar që mëti prej fillimit luftës, dhe ndoshta kjo është hera e mëram tash e jo e fundit, se mund të ketë hala dhe me të i raste, u mund të kërkohet ndonjë sqarim nga unë, apo nëse kërkohet pa kërkuar sqarim, nëse kërkohet nevoja prapë do ta potencojmë. Ju kemi thonë me 10 herë, o ju djem, mas shkoni në Siri. Mas shkoni në Siri. Këte kemi thonë, kur ende nuk kanë qenë këtë rëmuja lëmsh, ende s'ka qenë i krijuar këtë lëmsh këtë rëmuj në shtetin sirian. Ende nuk ka pas fraksione të ndryshme të akuzuara për terrorizëm, nuk ka pasur. Por ka pas një pushtet diktator dhe një opozit e cila më vonë krija edhe një ushtri të quajtur Ushtria e Lirë Siriane. E mbështetur nga perëndimi dhe nga linja dhe nga shumica dërmuese shtetet të botës, bile nga vetë kosovarët, qeveria jonë e Kosovës, nga presidenca, nga qeveria, bile edhe mësafir ne kemi ftu Enver Hoxha, krye diplomati ka ftu mësafir në delegacion të qeverisë së formuar të opozitës në Kosovë kanë qenë. Pra, qysh atëherë, ne kemi thonë, mos shkoni. E lëre më, pasi ka fillu të krijohet një të llovi një rrëmuj atje, dhe mendoj dhe jam i bindur, Zotë din, se të njëjtën rrugë, të njëjtën metodë kanë ndjekur edhe kolegët e mi, hoxhallarët e mi, anë e banë Kosovës dhe të rroja shqiptare. Dhe mos të harrojmë edhe diçka, për me vërtetu këto edhe më shumë. Deri me ta nuk kena të dhëna të sakta sa djemë tonë ka shku në Siri. Apo ja? Nuk kemi. 30, 50, 70, 90, 100, nuk kemi. Po, dhe përflitet, parafarsisht. Mirë, të imagjinojmë se është 100. Ta imagjinojmë, nuk e tim. Çka ta mërmenja ty dhe të tjere, po të këshin zid dhe stimulu hoxhallarët, qoftë edhe fshiharësi, për me shku në Siri.
A do të kishte qenë ky numër kaq? Apo do të kishte qenë me 10 herë? Është normale mesele. Po në veç më bëmu cool, në një sinjal do këtë mja kanë thonë, e kësha mosh në aeroplan për një ditë. Nuk ka logjik. Hoxhallar të stimulojnë, të nxisin, të inkurajojnë, qoftë edhe më sheft, me shku në Siri dhe tjetë numri i tyre vetëm 40 ose 80 ose 100. Por vetë fakti se është numri kaq i vogël, hoxhallar të kish 700, 1000, 200-300 në Kosovë, vetë fakti se numri kaq i vogël i të shkuarve tanë atje, jep me kuptu se hoxhallarët janë distancuar që në fillim nuk kanë qenë krah apo nxec asnjëherë për me shku në Siri, sepse e kanë kuptu që nuk ja vlen me shku. Unë për veti jam arstu edhe ndryshe, kam thonë në ju njerë, Siria nuk ka nevoj për 30, 50, 70 jem tonë. Nuk ka nevoj Siria. Siria ka 20 milion banor. Siria ka nevoj për shtetet e forta, me ndihmu nga armatimit, nga ana mjekësore, ne si musliman me dua, sepse ne si musliman edhe me dua dhe me lutje ndihmojmë njëri tjetrit. Po veç në fund, pavarësisht numrit madh banorëve që ka Siria, shqiptarët po dalin ata mas keqti, nëse mund të themi në gjithë këtë rëmuj, gjithë këtë luftë. Ndoshta të huj tjerë nuk po i pasqyrojnë njerëz të vetë dhe ne shqiptarët po jemi pak a shumë të entuziazmuar ta qesim edhe fenë muslimane ma keq. Unë këto janë dy sene, këto tutëm, nuk kam frikë shumë. E para, në një neve në dhem aspo, i jone në dhem neve, i jone, fjalla, ata që në tot në dhem ne, do të me kajtë smujën tonë, vendin tonë, belan, sprovën tonë, do të më knaqë me të mirat tonat, popullit tonë, shoqërisë tonë, dhe do të më brëngose, më mërzit me të liga tonë, pa orë që shtenë për meje, për teje, për e ati, për e asaj, sepse këto sillet, këtë vend sillet. E mire dhe keqja, reflektohet të njëri tjetri. Unë mendoj kështu të kuptojmë ne. Ta zame, nëse një milioner, një biznismen e ka fitu halal, në Kosovën tonë, unë gëzohem. Sen se kam, as nuk e një, por gëzohem, se është i joni, dhe kontribu këti veni, dhe kondrat nëse del në Kosovë një bandit i madhë. Unë mërzitem, se është i joni. Unë nuk du të këtë bandit e kërku në botë, por mas pak të du të këtë në Kosovën tonë. Po pra, sepse du vatanin të ma shumë se shdo vatan tjetër. E dyta, rasti cili ka ndodhë është i randë, shumë është i randë. Sepse unë nuk isha mujt me marrë me mend, as më shku ndërmend do njëherë, as me imaginu as, se dhe një shqiptar edhe bën atakt kriminal edhe ata para kamerave që i bje para medjave, sepse ajo më publikuna për media, nëpse ndoshta ka fotografu me telefon, por faktikisht me qitë internet është mi kallëzuki i dynjas, nuk kisha thonë për jetë që dikush për shqiptarë më në bën një gjatë, ne me të fesë o flasën e. Flas në me të fesë, nëse në me ndreqët, a nëpse në me ndreqët populli shqiptar nuk e ka tradit me prej njerin. Ne jena të prirë me vran njerëz, hakmarrje, gjakmarrje, jena të prirë. Del jep djallit këshia 2 shuplak, kë shka në një kësa patë mytë, ose me qatë qëllën, ose me armë. Jena të prirë, Allahu na falë, është smundjen vete aja, është një smundjen vete, që kena punu për ta dhe mundohëm halat punim shumë të vdisim shoqërinë tonë se nuk mbytet njeri ju letë. Jem ka shaja me ka shkel meqen ju njerëz, vrasja është mëkati më i madh në tokë të Zotit. Nuk ka mëkat më të madh se vrasja. Ju njerëz. Jem arrehi djalin, ju njerëz, nuk ka vrasja mëkat më të madh. Je shteti nuk për dënon. Dënon Zoti. Unë nuk mund të ngrej gjesht ndaj njerit, a dhe që më tha me myt njerin. Me myt një, ose si myt dynjan, me ajet koranor. Pra, edhe jo në me të fesë, edhe tek laikët, edhe ata që janë fetarët, xhamijave, e lërë mo në me të fesë me ndalë dikush, po, e randë, është e vërtet. Por, e që s'me ka kojtë mu dhe unë kam bërë edhe ftesë, a ju njerëz, media tash, portaleve, gazet, mësi publikane be këtu marët mësi publikane. Mësi publikane se o bënë më horë, nënd e para, e dy, pikallëzit dikuj që ne jena qështu. Ti faktikisht ti për të regatirëve, me një rast, thot qëre, na qështu jena. Kjo është birë e silveti. Birë e silveti. Pastaj, më kryon një hutit madhe në shoqërinë tënde. Që qa, djelt e xhamijave, djem që praktikojnë fejnë dhe vajzat, nuk janë 10 e 50, nuk janë 40 që janë marrë më bërë, kojnë botër.
ata janë 40.000, ata janë 100.000, ata janë sepse shumë të tjerë ka që nuk e kanë mjekrat, por e praktikojnë fen dhe ata kanë nana, kanë baba, kanë motra, kanë gra, kanë fëmijë, sa familje sa të komplet falin namaz, sa familje sa të komplet e agjerojnë muajin Ramazan. Janë nuk po them ekstrem, por janë pjesa dërmuese e popullit tonë. Lutem, janë pastaj edhe ata që nuk e praktikojnë fen në mënyrë të përkryer, respektivisht sipas norma fetare, edhe ata kanë dinja fetare. Edhe ai ndjen vetën musliman, edhe ai e don këtë fe, edhe besën Zotin hak, edhe thot Islami është fe e vërtet, nuk ka tjetër. Pra, këtu janë kallabllak njerëz, është pjesë e madhe e shoqërisë, është pjesë absolute e shoqërisë. Unë s'po shkoj te numër 95 sa kanë dalë zyrtarisht, por të zbresën 50% çfarë, do 50-60 i bie gjysë e popullit. I bie gjysë e popullit gati. Andaj do të mirojnë ndjenjat e njerëzve. Sepse i kena hak edhe këtyne. Do të mirojnë ndjenjat e njerëzve. Mendoj se mediat këto kanë tepru pak. Me që anti disa për tyre, tash e kanë bërë, pse u rejnë islamin dhe muslimant, pse u rejnë djemë të hëgjëllar, djemë të fetarë hëgjëllarët, a e mbetet në ftyrën dhe karakterin dhe djegjën e tyre, a e kanë bërë për interesa tyre, qoftë për klikime, për sene me marrë lek, edhe e mbetet në dërgjegjen e tyre, a e kanë bërë për më tregu para faktorit, ndërkombëtarët e tjerë, më katolikë se papa që na janë të partë, që luftojnë ekstremizmin, islamizmin, radikalizmin e tjerë, edhe që mbet në djegjen e tyre, por njerë nuk na kanë bë. Që to jam i bindun që njerë nuk na kanë bë. Zoti më së dhasht, unë me dalë kundër media, as me mohu të drejten, sepse edhe ata mund nuk edhe ata mund nuk bëhet më mohu të drejten, nuk kanë të drejtë pas natyre. Por ti jemi marrë, veç ti jemi kur gjë më shumë, ti jena marrë. Mos të paraprim gjëra, veç anti negativ nga kontekste negativ. Mi paraprim nga kontekste pozitiv, është seni mirë. Me dha njeriu të mysh dhe për një sen të mirë, është seni mirë. Nëse një grua është me barra atje dhe thu djalë inshallah, andër kom pa që djalë, ti nuk e din. Veç andër ke pa. Këtë familja gëzohet, se e ke parapri pak, e ke parapri një seni të mirë. Veç anti nëse fëmija i parës kam pas fëmijë ku diu nëse mos 4-5 shikave, ti sa zbone, të the kam ndjenja se djalë është. Sa gëzohen njerëz. Po imagjino të njëjtë më thon, "Dëgjoj manin që ka me abortu, ka me vdek." Ti nuk e kpute, nuk e preve kur gjë, vetëm se edhe një paragjykim, një mendim. Sa dallimi mes të parë dhe dytit. A shef? Është shumë i madh. Asnjëna mund mos jetë e vërtet, por për nga e mira, shpërblehesh, përgëzohesh, merr lavdata, merr poena, dërsa për nga ana e dytë, merr përbusje, nënçmim. Kanë pehë tanë, popullin tanë. Pra po thëmë bere silveti. Realitetin me publiku po, me qenë objektiv, me qenë sa më real. Sa më real. Pavarësisht nëse ajo musliman që e bojnë emën Zotit që këto shpresoj, që ta punën në gazetarisë, të nëse nuk e bën në emën Zotit, që më shpërbly, sepse unë nuk kërkoj për i teje të me marrë vesh një rrugë. Ti rrugën e merë, pagën e merë, por unë kërkoj për i teje që edhe punën tane, e lodhjen tane, e mungesën tane nga ndaj familjes tande, me bo për mi kontribu Zotit, për mi kontribu vatanit, të shoqërisë, në emën Zotit me marrë sevap. Sepse ka mundësi për dyjat bashkë, edhe anën e dynjas, edhe anën e ahiretit. Andaj letjet edhe gazetaria, letjet edhe politika, letjet edhe inxhinieria, letjet edhe sporti, letjet edhe relaksimi, letjet edhe pushimi, letjet edhe jeta kërë që në mësën e Zotin Koran. Bëni për Allah. Pra të ke marrë pasion e gazetarisë, të lumë, veç bëni për e zetë Zotit. Kur të bësh për e zetë Zotit, rana në ka venë më atë. Që të shë ndëllidhen tash. Ja, po kanë thonë, thash, këto janë thash e thone. Të janë paragjykime, këto fotin thes edhe gjuj në bërlëg Allah, në dërëm pëtorina. Ja. Tek ne, kanë vend, zëjnë vend, faktet, dëshmit, argumentet. Për ndryshe ju. Pra, është rrit pak, ja. Dhe është kriju tash pak një huti, është dëpsu pak... Kriju edhe një frikë tek familja, fëmit cilë të besojnë ose ndjekin. Imaginët një person e marrën për 40-ve. Unë nuk besoj për jetë që të 40 kanë qenë në seri. Po le t'jenë 20 që kanë qenë, nuk e di, le t'jenë 10, le t'jenë 20.
por s'më përmend që në 40. Fundja dhe të vetë kanë mohu dhe kanë pranu pas 6-7 nuk e di tjertë se kanë pranu. Po le tje që të ketë prokuroria dëshmi, po thëmë, për një 20, 40 nuk e besaj. Po le dalën edhe 5, tash hala për zvëglej, të komplet pa fajshëm. Mirë, 7-5. A kanë familje, kanë nana, kanë motra, kanë familje, kanë... Aty një është dëpsu i mashë. Në herë në familje, vetë ngusht. E lemon në shoqëri, e lemon në qytetin e vetë, e lemon në fshatin e vetë. Prej kujna, prej paragjykimeve, prej fryrjeve, euforive, pse? Të lutem, ne nuk jemi të e qfajsu, as të amnestu, kërkën prej mkateve, krimeve që i bën. Jo, pasha zotin, jo. Jo, vëllaj. E ka ban, ja paftë hajri. Por, mas të hani pa fashme. Janë dhe të me vërtetu, anë me vërtetu, por jo me bo bujt madhe. Sepse nëse hin dikun shpitanë në natën në bërë të në që në katon. Futet dikush në katon që në bërë. Përthonë në bërë se kam jetu në katon vetë. Dhe ta shqohet familja, ku na ka hi një okë, ose një arush. E më le thërë më halën nga shite, se për tutëm ne bënë kalablak e dhe zëndrita të zhurë me madhe, marrën kacijat e sapatat e lepatat e bëmë me të furkat e kur qyrin, një pule vogël dikon. Qove këtë halakam, këtë më halën, këtë katonin për një pul. Po thëllë, qka që leka këtë japë, të të ranove gjinen. E kur del okë, e nëzanë dhe pa zhurum, thua e kom nëzanë e okë, jema i lafdruar, ki merita më të më dha. Shteti duhet lafdrohet kër e kap krimin. Po është e vërtet. Shteti duhet të duar trokitet për ruajtjen e sigurisë, për parandalimin e krimeve edhe për kapjen e kriminalëve edhe pas e t'i bëjnë. Gjithsesi, nuk ka ndryshe jetë, nuk ka shtet stabil nëse nuk funksionojnë organet e sigurisë. Por jo të rriten, të egzagerohen gjanat motër, sepse ne kena probleme shumë të mëdha dhe prapë them kujna për shërbejna me këta. Kujna për shërbejna, në kalzëm, kujna për shërbejmë. Këto, ose është e vërtet këtë që ka është bërë, ose nuk është e vërtet. Nëse është e vërtet këtë që është bërë, atëherë ne kemi kallëzu Evropës se na jena larg për marrë jo. Sepse na përpos problemeve të mëdha që ju ne keni kallëzu që i kena. Na i dim për ne keni kallëzu, na keni me emna, 1, 2, 3, 4 dhe ja dosja. Dhe ja dosja për Brukselit, zotin i moft të 3-4-5 me përnunis të 4 orës më një me regullu. A kanë thonë që shto? Kanë thonë që shto. Lutem, ata vetë kanë thonë. Tash mbi qatë dosje, që ato pika 20, 30, 50, 100. Na ka jap kemi shtu vetës, i kemi thotë jo, s'keni zbulu tanat. Na ju kallëzëm juve që na kena hala marrat më dha, na kena problemet më dha, bile ma problem se sa tënë na problemet tjera. Thënë koko, edhe 10 vjet. Pra nëse është e vërtet, po mëse pa të madhe. Të metat, marrat më nëmi zvoglu sa ma shumë. Me zvoglu. Ato prap kanë me kuptu, për mërë si rastet vogla, të zelura, pe 40 dhe nëse dalin 5-6-10 që kanë bo faj, po nuk kanë njëjtë kur delë në fund. Gjykata e Kosovës e gjykoj 4 persona, 10 persona me kaq, për këtë shkak, për këtë dënim, se kurse me thoni ka dënu 40. Që tash, ti ke kallëzë bote që në 40, bile ka hala. Lutem, nëse nuk është, kjo është, para ke nëse është e vërtet. Nëse nuk e vërtet, ti veç ke bëzhurun të madhe, ke prish imazhin e vendit tonë, anërali vendit tonë, po shoqërisë tonë, anërali të s'ka kurgjë, nëse nuk dhe le vërtet, ande në paragjykime, dhe kjo është sill e bir veti. Pra to vje keq, vallaj po vje keq. Nga e hana, kur është nis ky aksion me arrestimin e 40-ve dhe të tjerëve, faktikisht prej qershorit kur ka fillu edhe marrja e të rive, por nga e hana kështu më shumë, kanë qenë më duket grup tjetër. Po grup tjetër, po akte akuza përafërsisht është e njëjtë, lufta në Siri, pengimi i rendit kushtetues se kanë thirrë për mos me u votu. Por nga e hana i gjithë opinioni publik, edhe qytetarët edhe mediat, fokusi është tek këta 40 të arrestuar. Ai ka konvenu dikuj në këtë kohë që zhvendoset opinioni, zhvendoset vëmendja nga probleme tjera dhe të kthehemi tek Islami. Unë qalidova këto qalidova pak a shumë që ne kemi probleme tjera më të mëdha dhe këtu të kam frikë që nëse nuk është kjo e vërtet, atër kujna e ka shërby. Po nëse ka qenë e vërtet, pse më ka shtë madhe. Dyjat, në asnjërin anë nuk ka qenë dash me dhanë gjithë këtë hapësirë. Dhe, mi kalu ashtu 2 pikat, sepse
fundja të kanë thënë disa parti politike, disa analist, se kujt i ka konvenu, pse me bën këtë kohë qeveria, pse i kanë dhënë mendimet e veta, që për mua janë mjaft me vend, i kanë vlerësuar mjaft se deklaratën e vetëvendosjes, që besa edhe të Kryejut të Ludikës, për mua janë mjaft me vend, edhe disa analistëve tjerë. Por kisha më shtu edhe një gjatë tjetër, po mirë vlla, mirë i motër. Pa mund kuptohet kjo se dikujt pe pengon me ka njerëzit musliman. Dhe çfarë të keqe ka me ka musliman. Dhe çka ka të bëjë Islami me dhunë. Islami dhe dhuna i bie sikur se me marr borën në një grosht në një anë dhe në anën tjetër me marr do zjarr. Po ti hala pa afrova që krijet. Sun bashkohet. Nuk bashkohet Islami dhe dhuna. Ti nëse të në fetë të dynjas mundohesh andej këndej me gjithë hapësirë që kanë dhunë, ti në Islam nuk mund gjenë që ka dhunë. Ku është ajo? Gjoma një fakt. E të ma gjenë mu e ku është dënë dynjat. Bile për që të profesim, për që të punë, të flasë denë me në gjezë. Se jemi thirë dhe falë zotë ka material, flasë një avde që të rri pa dalë për këtujit. Le të më gjenë mu dikush material. Një rast vetëm që feja bën dhunë apo në mranda s'pa thëmë në familje se është e vogël, po mranda se madhështijet sajna ka dhunë, ku është e dhunë. Po feja ka me largu dhunën, jemi për dhunë. Feja ka arë me pezullu dhunën për atë arsye, fjale e parë që pejgamberi Zotu ka thonë me ka ju njerës, mu Zotu më ka pru më ju nëzirë për jërësirave, dhunës, pa drejtësis, që kele drejtave të njeriut, me qantit femrës, nga zullume të shumta, nga dhunat të shumta, të lejleshme, me nëzirë në nuar edhe dritë Islamit, ku të gjithë janë të lirë edhe bota, shtazore, edhe 500 ndetë janë të lirë. Se njeriu me zullumin e vetë dhe peshkun ndetë nuk e lënë rahat. Ta përshën dotja e ambientit, që njeriu me zullumin pa drejtësinë e vetë, për interesat e ngushta të veta, që njeriu sa dhe me qenë vetjak, për interesat e ngushta të veta, thuj të një kombi, të një shoqërie të ngushtë, nuk e ka dërt edhe detin ta prish atje, pra ju bën zullum edhe hajvanëve, botës shtazore, ndeti, se lemu njerëzve. Pra ky Islam ka ardhur edhe peshkun ndetë atje me kanë sigurt. Edhe shtazan mal atje me kanë sigurt. Ku ka lirimat madhe. Nuk ka të bëj dhuna me Islam. Por para gjykime, tash pse është një eufori e media botërore kundër Islamit, që ne mund ta kuptojmë. Dhe në një farë mënyrë ka qenë gjithmonë në farë luftë mediash, por luftë, jo mediash elektronike shënësët, por luftë mes ideologjive. Je ka evrejzi më mirë, je ka krishterizi më mirë. Je ta në fet krishtere, e kanë djastët më mirë, të majtet më mirë. Je kanë katolikt, je kanë ortodoks, je kanë protestant më mirë, je këta më mirë. Muslimant, ne kena më mirë se ata thënë jo keni ne kemi më mirë se jo. Edhe hajtë se mundohet me çfarë argumentet e veta, dëshmitë e veta, kundër dëshmitë atyne, po. Andaj dhe këtë rol mund ta luajnë edhe mediat. Mund ta luajnë të ndikuar, qoftë nga politika, qoftë nga bindjet fetare, rreth shoqëria ku jetojnë, por dalin shoqërinë muslimane, ne shoqërinë muslimane, po ne mohant. Të sa dushim shtat laik. Ti emnin qysh ndush poshtë Zoti 100 emra në rreja për ditë. Ndashtu jena jemi 92%. O kryo, ti ndashtu jena shtat komunist, ka thon ti jena shtat komunist. Ti ndashtu jena shtat laik. O apo do më rruapet, apo pjan rrun emnin, ti identitetin tëm së në rën, as tonë së në rën, as ta ti as ta saj. Ky person, ky popull vet me dëshirë 95.7% janë deklaruar pa i bë presion kush në dynjat, as pa marr asnjë lloj iniciative për me sensibilizuar njerëz bile thuj musliman mos të fal shkruaj musliman të shtinan dhe me hoxh. Po vetiu pa asnjë iniciativë, pa asnjë aksion, pa asnjë fushat. Njerëzit janë deklaruar vetë se janë musliman. E ta që përdo me thotë, kalëzëm të mu. Pra, njësë janë muslimanë, vëlla. E ta nësë janë muslimanë, a janë vesh me bajram, a janë vesh me në gjenazë kur des dikush, a janë vesh kur t'linë thmiju me bosunet me a gjitë një emër muslimanë, a janë bajram, gjuma, a janë me Ramazan, a janë me natë madhe. është mesele tjetër. Pra për them, kje bjen bir e sel vete. Dhe prapë bëj një pyetje, ndoshta për fond se disa zgjatëm në ski pyetje tjera, kanë herë bëj një pyetje, kujt i shërbejnë disa media tona?
kujt i shërbej? Unë kam qef këtë pyet me bo mu dikush me thonë, o hoqë, po më duket nëse para gjikon ndaj meje, a bën me ditë ti vëlla kune i shërben? Po, a bën, po, unë të regoj, veç të regoj me ti mu dyshime që i kije, në qka nuk i shërbe veni temëne. Në cilën pikë jemi dëmshëm për vatanin tem, për shoqërinë tem dhe për komunitetet tjera që jetojnë në Kosovë. A bën me ditë? Ja, të regom, nëse jam gutur, ose jam ngadalsuar në ndonjë proces, të regom të vëlla, të regom, na tërhiqëm, ose ngutum, e përshpejtojmë, ose e ndrojna veprimin tonë, me rëndësi është jetë interes vatanit. Për me ta dëmëstru ma qartë, për shambull, ne thrasim në praktikimin e fesë se kena mision, detyrë, për ndryshe dalë monafika hipokrit, fals. Pra, o ju njerëz, falni namazin. O ju njerëz, agjironi Ramazanin. O ju musliman. Unë pëthë musliman, së pëthë mëjtë krishter. O ju musliman. O ju që këni thonë, la ilaha illallah, agjironi Ramazanin. E tani më mundu me bin njerëz të pse dush me agjerue, nuk bën pa agjerue, bëm, dhe mi të regu shka që të arsyet, kur ka të drejt mës me agjeru, ka prej ashtime. Po o ju njerëz falë namazin, së është nuri o dritë, namaz të aknaqë shpirtin lotëkën e zemrës, e të pëshan, e të freskanet, që lo dhe të relaksan, është ushqimi më i mirë në këtë dynja që futet mrena në të shpirt njeriut është namazi. Dhe kështu me radhë, o ju motra musliman së shplani, mos u dashni për kur e deshesh. Mos Allah të ka falë femen dhe natyra jote është me mlu trupin tënë. Dhe kështu me radhë, mirë, a thrasim shtu parimin e, për pas dukërive negative, o ju njerëz, mos vëdhne se vjedhja, leqen me fej është haram dhe gjuna, dhe në heret kime la shtrejt, dhe nëse këtë dënja në ka ndënimin, por është vetije poshtër, tull, në qman, nuk dënë kërkush. A ka njerin këtë dynja që dhe hajnin? Wallahi, nana e vladineve që ka hajn, e ka të zemrës, por thët mira mës të kësha pas heq. Nana, personi i parë, se gruja se dhe burë, heq e hajn, burën me gruja lëshë me herë, për hajn. Pra, mundohen të alun ka të kurit negative, dhe më rëdur për të mirë, kja nuk o nure dhe drida herë dhe krejt dhe vlera, po, me gjithat e tash, më thët dikush për shembol, desha me thonë të ngutia, po të ngadalsimi. O hoqë, po më do këtë pak i popull nuk i përballon këtu, sikur se një mjek, se thash, ne ke profesionin tonë mjek, sikur se një mjek në spital atje, i cili ka 50 pacient. I ka 50 pacient. Dhe ka smundje tranda, kuku, mos vetë jenë keq, do matë mesëm, do të lehta. Por pacient të tonë, se cili ka diagnozën e vetë. Nëse të njëjtën diagnozë jep të tonë, shka bën? Do i myt, po dove si bë kur gjo. Se dove si avlen, a do t'jeri mytë, komën si. Pra, nuk jepet e njëta diagnozë të gjithë populli jonë. E vërti. Dhe këta va themon, ka në kolegëve të mi, a gjallarëve të mi, o ju njerës. Keni kujdes se ati kur dhe një paramedjave në publike, se nëse njerës këtë lejlej shumë. Mosok, keni kujdes metodologjinë e Davidit. Metodologjinë e Davidit me thonë propagandës, thirrës fetë Zotit. Për shembull, dohan është një dukurie në qmuar, unë e thëmë dohan është i poshtër, unë e qua i poshtër, se ta prish gojën, të prish fëlqite, mushkënite, gjepin, s'ka hajlta, ambijentin, zëtën edhe me shkense, me tanat. Me gjithate, unë në jetën time, s'ta ka majtë njët vetë me ligjerat për dukuri, për damet në dohanit. Por në fësnot, të folë, kështë ka pak në fësnot, anash. Pse? Sepse ka një që aj, me thonë, aj që pëndonë me vëzën gjami e zvjeheq. Ka njëri, i cili, me bo me thonë qërë qa, aj cili pëndohën, gjami më së të vjenë, thëtë vallahi, gjami në la dohën e se la. Ose, me thonë, aj cili pëndohën, mas iftarët, më së të agjeran heq. Që ka bënaj? Thëtë vallahi, agjerimin në la dohën e se la. Shë metodologjia, këtë këtë rast të gutë, e ka dhonë diagnozën më heret, më të fort, se kërë e mjeku atje. Për atë arsye këtë të mi folë për diçka që është me e madhe, këtë rast agjerimi, e me thonë, po të dohanin për lënë gjatë ditës, po dohanë është të dëmshëm, të edhe vetë e dhe që i keqë, pa le, bratë shkërit. E ta në qysh me lanë, po pështet që zotit e le, shef? Do të me gjithë metoda. Pra, unë mendoj se është turbullu pak, është hutu pak, është kriju një farlej, nëse mund të quaj atmosferë pak e zemët, por me që thate, me emër të zotë, të kalojmë të.
Me emër të Allah, dhe të kalon kjo, dhe mediat e kanë një rëndësi jashtëzakonisht madhe, edhe radio ju, e respektuara, andaj shpresoj që dhe i ta luani rolin e ju, sepse fundja punë cilën përgjithësitë e veta, dhe përgjigjet për vetveten e vet, po dhe shpërblet për vetveten e vet, me rujt rrymen e bashkimit, të unifikimit, të vllazërimit, se vallahi jena vllazën. Unë e konsideroj ta njerë që kam vllazën. Unë nuk mund të them dikujt në kafe shoh të pi alkool i motër. Edhe uli si të poshtë nuk më jesha, se të bëm ka të madh. Unë e uli kry të poshtë, po mos të sha. Se e nuk e din se farm ka të madhe të po. Por më pyet masane. Qaj personi që ullet kry të poshtë, sy të poshtë, ka të pi alkool. E ki vlla. Që me thonë se kama, e kam vlla. Pa vlla i lek. Vlla i lek. Sikur se ata vllaznia një nana një babe. Janë 7 vllazni, 4 janë punëtor, 3 vetë sillen, sa kaqeve, sillen lujnë, ja hargjojnë parë ty në tjerëve, ndoshta edhe bëjnë dëm. Tash, që me thonë ata, si kena ta vllaznia? Vllazni kem, po në kanë dalë pak dorësh atë popull, më kanë dalë pak dorësh. Ndryshe. Pak më ndryshe, ama për vllazni kam. Lutem, na jena vllazni. Andaj kem nevojë më afro, me gjithë ora të bashkëpunimit dhe të komunikimit. Sepse letë më prish me njerëz, letë është me dalën me krijuar barriera, barrikadat forta që ndajnë me zveti, por vështirë është mi të kaluar të barrikada. E unë gjithmonë e kam rëshqykte, anë pse mua më akuzojnë që për shtërëngaj, po jo, vallahi, nuk e shtërëngaj. Ase kam shtërëngu kur, unë e shtërëngaj parimet fesë. Unë nuk mund të them dikujna për hatër e për qef, pse kam jaran, ose pse politikan, ose pse biznesmen, ose pse ku është nxan ku diun e angazhun kam të lashtë më dhanë s'pa falna. Qa po thuaj? Ti po do merr stu vetëm s'fala, jo ty i bën kia arsye ke më fal. E ti më shtërgon fen shumë. Ti po kupton ç'ashtu. Ti kupto, a ndryshe nuk më të them. Pra në bazat fesë motor, këto fundamente. Unë më çu me thon tash, pse motra tona i që s'kan shamia, po e ndesh krejt. Unë më çu me thon, shamia nuk ka farz. Me ndryshu fena. Unë me ndryshu fena. Pse? Për hatër, të një pjesë të madhe të shoqërisë tonë, të cilës i kanë venon. Nuk e feja për hatër. Lutem. Obligim. Feja është emanet. E tani ti sa e merr, sa praktikon, sa të pëlqen, sa le të mbetet në përgjithësinë, le të mbetet në ndërgjegjen tonë, në shpirtin tonë, ti vetë kimi hin dhe. Veç nesër në ditë kiametit, mos më thuj mua Zot, mos thuj Zot o Zot filani hoxha, më ka thonë që shtonë kumë punu me direktivat e ti. Ai më ka thonë se do të më desh, unë jem desh. Ai më ka thonë se hajte se ti punon, ti kontribuosh shoqërisë, bën edhe më smagjeru, se ti krym pun shumë, se më thënë të më njani parlamentar një herë. Unë e fala gjëman, ma gjëma stakova, o i ndërun, pësirën gjëma, marrë me hupë kënë gjëma, 300 punë, thë këmë kry pej sa bajt dhe shta që unë kontribu shtetit. Thash për vallahi për shife që shenë të nërë shtetin jo, për lumët na që i kena juve, lumët na të lumë për juve që i kena, se për mos me kanë jo, neve pasha zotin, po ujtë i bris nga kishla. 300 punë i kryvane, për sa bajtët për shtetë, gjëmajt për nga ja. Pras më jave rafsht, lutem, kjo nuk do thëtë që punë ekstremi, nuk do thëtë punë me shtrëngu, por në parimor me qenë, që parimor. Dhe kjetë të qenerit parimor, është mendoj une, vlerëse ashtu, është parimi burrave të mëdhej. Po të shumë cikur kemi qenë një parimor, dhe të vendëst për vatanin ton, arretë me emër Zote e heqëm Serbin. Po të shumë parimor edhe sëtë, dhe të vendëst një ndryshë shumë pas punë, edhe në veri, edhe në jogë, edhe në ekonomi, edhe në biznis, në politik, edhe në tana segmentet e tjera. Me kanë parimor. E njerëz parimor i donë Zoti. Njerëz parimor fundamental, që punojnë baza, dhe i kanë rrojt thellë, nuk lëkundin lehtë. Ata janë të mirë edhe në qiell, edhe në tokë. Nuk po themi jo me shtrëngu, por në baza fjalë, që në baza. Në baza është. Veç në baza, kur që më shumë. Po. I kam edhe 2 çështje të fundit, shkurta Hoxh Shefqet. E para ka të bëjë pas gjithë kësaj të llovije që ka ndodhur në vendin ton,
Zotëri Tërnava, imam i Kosovës. Mifti i Kosovës. Miftiu i Kosovës ju ka mbledh gjithë imamëve të xhamive në të anësi të vendit edhe diskutojnë sepse si falem edhe gjatë bisedës po etiketona, po tërthorazi, po përmenden edhe imam të xhamive. Miftia i Kosovës është në kontakt me imamët. Miftia i Kosovës e ka krye imamin, i cili është përgjegjës numër 1 drejt për drejt për imamat e Kosovës, e i cili ka edhe krye imamat e çdo këshilli në çdo komunë të Kosovës, pra nivel lokal, të cilët diskutojnë, debatojnë, takohen standard rregullisht dhe bisedojnë për problemet më të ndryshme, ndërto edhe këto që janë aktuale. Andaj nuk ka nevojë me autobus. Fakti nuk është fash nevojë të autobusit të bëjmë të madh sepse nuk është bërë kur gjë në sens që bë. Miftia din fort mirë, edhe na dina fort mirë, se unë me të njoft ty mirë, ti më njoft më mirë, dhe unë e di që ti ta zami në Gjibuti. Ka në Gjibuti ti? Ndoshta nuk e di ku i bie Gjibuti. Për shembull, merr ashtu në Afrikën lindore bjen. Te Somalia te po. Për shembull ashtu. Gjibuti, ta zami. Unë e di se më rrit me ty që të Gjibuti nuk e ka. Dhe ti për mua e din që unë në Brazil njëtën time si më kam. Po dalin tjetër thënë jo, ti e ka në Gjibuti, ka në Brazil. Nas mirë me ato fjalë. Të tërësan është me mundu mi hek popullet e atë këtë farë hutijet krijuar, por ne me zvete dim se si mi kanë as njani, as në Gjibuti, as në Brazil, as në Argentinë. Vallaj si mi kanë mi kësy lojnat kampionatin botëror që kemë në Brazil, nuk kemi qenë. Po kemi qenë këto, e njofëm njani tjetërën. Miftia i njef imamat, i ka krye imamat për gjetësat të cilët lokal që shtash, të cilët i njofin imamat. Edhe raportojnë rregullisht e mbotër. Pastaj thash është parimi imamave. Parimi imamave është me fol drejt, paqt, mirë. Që drejt, paqt, mirë, duke bazuar në Kur'an dhe Sunet fundamentet fesë, kjo është esenca. Ne nuk pretendojmë se më thashën fillim të mrekullueshëm, të pagabueshëm. Por ju kanë gjuajë imamave, ju kanë gjuajë miftis dhe dënë marrat lupën e madhe, që mikroskop të quhet se lupa jo, dhe më qyr mos ka vallë dhe ndonjë virus edhe kap me kap. Kush thot kështu, zotin populli thotë keshti, të këqyri marrët e tua, la ilaha illallah, këqyri zbrasirat e tua, këqyri vakumet e tua, këqyri të metat e tua, onë edhe të mijat po qyshja, edhe të mijat po, vetëm se këqyri edhe tuat, dhe se këqyri sili problemet e veta, dhe të përmirësen të metat e veta, zbrasirat e veta në atë situacion ku ka, dhe ta qenë për para shtetin. Pra në këtë rast, a kemi ratë të gjithë në ujdi madhe i vogël, se kjo dukuri është e ligë, kemi ratë të gjithë. Kanë nive të dole livdaj, jetë ty bëne kam jetë me livdu. Jo, vallaj, se ne ka dha jetë keqe minimumi, na ka prish imazhin, na ka dha jetë keqe, na ka nxjerr të lashe dhe punë që kem pas nevojë, heq mas pak ti kem pas një nevojë, çka kem pas nevojë na më marr me këtë meselë, hajt. Çfarë nevojë kem pas? Çka kem pas në turbullu ujtë ton këtu, po të turbullu ujtë tut, e ke turbullu ujtë tat atje ku je shko, ke turbullu, e ke prish imazhin tan. Ta ka marrë mene ty që bën nera, bën sevapa, ku diun që ata ka marrë mene ty me ato vepra të shëmtuar. Pse neve s'na lë rahat? Pse këshim në turbulluj të tonë neve në Kosovën tonë, pse? Apo? Pse më na turbulluj, pse më s'na lë neve rahat? Pra, na ka dëmtu, na ka prish imazhin, andaj jena të prekun, jena të gjithë, pra ta këtë Kosova, këtë gjithë institucionet dhe gjithë individ. Jem të prekon, të më lëfoson, të shqetëson, të preokupon. Pse? Tani ndahom. Dikush mundohet me angjit imamav, dikush me angjit islamit, dikush mundohet ku dione, dikush të tjerë e kuptojnë si individ, persona, se s'ka mal pa ujë që s'ka thamë edhe në fillim me motër. La ilaha illallah. Nëse në të kish 92% musliman dhe mas dhe në rebeluar ka njëherë. Ose tjenë se gjamiat plot, të gjitha gjamiat në Kosovë plot e për plot, dhe mos të rebelohet në një fundja njerëzit, imami nuk e ka obligimin njëk, ka shkan gjemate që ka ban. Ja, imami, tash nëse dalim edhe nga onda ligjore, e ka bërgjëtësi në gjami me ligjerue, që është dohet me mësu njerëz kush vjen tek vjen. Gjemati, kur del jashtë, me kon kontaktan, që ka ban, kohëtan, të kohëtan, nuk e bërgjëtësi imamit. Imami nuk e kujdestari tina. E prindi kanë herë nuk më në dim për fëmijën e veç ka bëhet, e jo imami. Andaj gjëna është
me akuzue filan imamin, pse një xhamat e xhamis tina ka shku ta zami seri, e qa me boj imami. Jo të nëse deklarohet i akuzuari, se e kanë nxit imami, nëse janë zënë do një pjesë legjeratës, do një qëzim, do një dokument, do një mesazh, ku dijune, se në maj i ka thonë qushka, ti s'ki nevoj më lotje, kape, ti tha, ti e ke nxit, dërsa thjesht pse e ka ngu legjeratë e imami, e ku e din imami që banaj natën e ditën, për të lutem nuk e din dhe ka përgjes mëre, pas prit, për nuk ka përgjes, sa e fundjes, dhe bashkë islame dhe miftia, na jena të përgjec, si hoxhallar, dhe bashkë islame për mrena e objekteve, të institucioneve të bashkë islame. Unë japim si në fakultet. Dhe 3 vite, kam vitin e 2, 3, 4. Ka djemë dhe ka vajza. Mund t'jenë 200 studenta, mund t'jenë 250. Për nëse, ona, jem përgjec se bojna ta masararit shkollës, e nëse shkën një pejtyjnë, ma pe ligjeratës tem, shkën dikon runa zët, edhe nëzinet një pun të ligë, ose ka ca fytët më dikon edhe bëne farë vrasjen e farë. Allahu në arrujt, zotë mëse. A në kom faja? Jetë të ti pe ligjeratës ta unë dalë të ti kam së fakultet. E ta në qëmë se fakultet. Ta në mëse fakultet me dalë me rejë njerës të mytë njerëza. Ta për që për fletë. A dhe me kanë zënë se dikujna. Nëse është në shkollë. A nëse musliman gjematet më falë dikona, i kishë së shko më falë. Kishë shkojnë të krishterë, në gjemi shkojnë musliman. Pra, nuk është në regull kjo punë, bire sel hëgjallarve, nuk është në regull. Se vallahu në mendoj që hëgjallarët, së duha s'me mbrojt, pas po duha s'me dhe akuzoj, e kanë kërë një punë të mirë. Ta shta jo që kelqysh më i motër. Sare potencova, një zina, kena të meta, kena mangësi, vallaj, të njës për vetë vetës tem, por në përgjithësi ka që një klime mirë, dhe besej që ka me vazhdo dhe me të një klime mirë. Me emër të Zotit, një islam mesatar, që në të një thrasëm gjithmonë, islam mesatar. Në Zotin a një muft, në punë të hajrit, në punë të më, faleminderit. Faleminderit shumë. Zotë shpërbleft, po patë në kënaqësi.